një histori shumë e gjatë me festimin e karnevaleve, për shkak edhe të lidhjeve që Shkodra ka patur me Venecian. Në Shkodër festohen karnevalet me shumë kostume, me maska, me ngjyra, me një paradë që tashmë është tradicionale në Shkodër edhe sa vjen e bëhet më e madhe, më manifestuese si paradë, duke filluar që vjet në këtë paradë kanë qenë pjesëmarrëse ca butafori shumë të mëdha të punuara nga artistë vendas dhe këtë vit pritet në fakt të gjithë presin se si do jenë karrot e këtij viti, edhe gjithashtu do jenë shumë të bukura, ato shoqërohen me shkollat e qytetit, me artistët e qytetit, edhe paradat janë të shtunën mbas dite. Është parada e darkës, e cila shoqërohet me çime, me muzikë, edhe pastaj të dielën paradite në orën 10. Të shtunën është në orën 6 pas dite dhe të dielën në orën 10. Parada përfshin gjithë qytetin absolutisht. Të gjithë me zore presin, dalin ta shoqërojnë, bëjnë foto, është kulmi i festimeve. Po ndërkohë, festimet janë edhe për parasheshit të bashkisë, ka pasur çdo ditë shfaqjet e shkollave, shkollat me zore presin karnevalet edhe të gjithë vetë fëmijët bëjnë vetë kostumet e karnevaleve, është një konkurs për këtë. Ndërkohë, festimet përpara bashkisë ka koncert nesër, pas nesër. Ndërkohë gjithë javës ka një spektakël dritash, një mapping show në fasadën e bashkisë, ka një ekspozitë të hapur me butafori. Domethënë në çdo cep të qytetit ndihet atmosfera edhe e gjen një element të karnevaleve. Patjetër, dhe qyteti dhe sidomos në zonën e pedonale se dominojnë ngjyrat, ritmet, kostumet, butaforit, siç ti thej pak më herët, duke karakterizuar personazhe të caktuara në mënyrë me humor apo jo. Por gjithsesi çfarë dua të pyes në këtë moment është, a i bashkohen trupës së Shkodrës edhe trupa nga qytetet të tjera që vijnë për ta ndarë këtë përvojë të bukur tradicionale me Shkodrën, apo jeni vetëm ju autoktonë dhe Shkodrës që e ruani këtë traditë? Ne gjithmonë i ftojmë edhe trupat e tjera ku festohen karnevalet. Ne gjithmonë kemi patur Korçën të ftuar, Tuzi është i ftuar, ka qenë Pojani i ftuar që kanë qenë fantastik vitin e shkuar. Ata kanë ca karnevale të vetat lokale shumë veçanta dhe sigurisht dhe këtë vit do jenë të gjithashtu të ftuar edhe i bashkohen paradës edhe shkëmbejmë dhe eksperienca dhe është shumë interesante. Pse karnevalet zhvillohen në këtë periudhë të vitit në dimër? Janë një paralajmërim se dimri po mbyllet dhe po lajmërojmë një stin të re? Apo ka një histori tjetër, se vura re në pedonale që ishin vendosur maskat veneciane për shkak të traditës e historisë të lidhjeve mes Shkodrës dhe Venecias, siç ti e the pak më herët. Cila është arsyeja që zhvillohen karnevalet në këtë periudhë të vitit?